Ari helm për këto 4 shenja, hiqe menjëherë nga trupi. Të dashur miq të fshehtësive kozmike, sot po hym në një botë ku metali i artë nuk është thjesht një shkëlqim i bukur në qafë apo në gisht, por një forcë e gjallë, një entitet që merr frymë, që ushqehet me energji dhe që ndonjëherë sulmon atë që e vesh. Ari, sipas urtësive të lashta astrologjike dhe ezoterike, është si një diell i vogël në tokë. Ai kërkon një furnizim të pandërprer me vibracione të larta, me vullnet të fortë, me zjarr të brendshëm që digjet pa ushuar. Por ka 4 shenja të ndjeshme të zodiakut që nuk kanë këtë zjarr të mjaftueshëm. Për ta, Ari nuk është aleat, por një parazit energjik që i dobëson, i turbullon, i sëmur, i pengon në rrugën e fatit. Këto 4 shenja janë Peshqit, Peshorja, Virgjëresha dhe Gaforia. Sot do të zbresim thellë në misterin e secilës, do të shpjegojmë pse Ari refuzon ato çfarë ndodh në trupin subtil, në shpirt dhe në jetën e përditshme kur ato e vënë në qafë një varse të rëndë Ari dhe çfarë alternativash magjike kanë për të mbrojtur veten dhe për të tërhequr fat të mirë. Le të fillojmë udhëtimin me shenjen më të brisht, më të ëndërruar, më të prekshme nga të gjitha. 1. Peshqit, shenja që mbytet nën peshën e artë. Imagjinoni një oqean të pafund, valë që këndojnë fshehurazi dhe në mes të tyre, 2 peshq që notojnë në drejtime të kundërta. Kjo është Peshqit, shenja e fundit e zodiakut, sunduar nga Neptuni, mbreti i ëndrave, i iluzioneve, i shpirtit të pastër. Peshqit janë si sfungjerët e universit, thitin çdo emocion, çdo mendim, çdo energji rreth tyre. Ata nuk kanë kufi të fortë. Ata janë empatik deri në pikën e vetë shkatërimit. Dhe pikërisht këtu fillon konflikti me Arin. Ari është metal i diellit, i pastër, i nxehtë, i dominues, plot me rreze që djegin dhe ndriçojnë. Por peshqit jetojnë nën hijen e hënës dhe Neptunit, uji i ftohtë, i turbulltë, i fshehtë. Kur një peshk vë një byzylyk masiv Ari ose një varse të trash, ai metal fillon të pi energjinë e tyre si një vampir i artë. Çfarë ndodh në praktik? Fillimisht vijnë dhimbje koke misterioze, pastaj lodhje që nuk shpjegohet, ëndra të këqija ku peshqit ndihen të mbytur nën valë të arta dhe më pas, sëmundje të vërteta fizike. Sepse sistemi imunitar i tyre, tashmë i brisht nga ndjeshmëria e tepruar, thyet plotësisht nga ky rrezatim diellor artificial. Shumë peshq që kanë mbajtur ar për vite me radhë raportojnë probleme me tiroiden, ankth të papritur, pagjumësi kronike, madje dhe probleme me zemrën, sepse Ari shtyp qendrën e 2 dhe të 4 energjetike, zemra dhe fyelli. Rekomandimi kozmik: largohuni nga Ari i pastër. Në vend të tij, zgjidhni argjendin, metalin e hënës që pasqyron dritën pa e djegur. Argjendi qetëson, mbron, forcon intuitën. Ose platinin, metal i rrallë, neutral, që nuk merr energji por as nuk jep. Peshqit me argjend në gisht kthehen në magnet për fat, dashuri dhe frymëzim artistik. Nëse ndonjëherë dëshironi një prekje Ari, le të jetë vetëm një fije e hollë, një unas e vogël që nuk prek lëkurën drejt për drejt. Por më së miri, hiqeni fare. Universi ju ka dhuruar dhuratën e madhe të dëmshurisë, mos e lini Arin ta shndërrojë në helm. 2. Peshorja, balanca që thyet nga pesha e artë. Tani le të kalojmë te shenja e ajrit elegant. Peshorja, sunduar nga Venusi, perëndesh e bukurisë, harmonisë dhe marrëdhënieve. Peshorja jeton për ekuilibër. Ajo ma çdo gjë, dashurinë, punën, bukurinë, drejtësinë. Por Ari nuk toleron mesatare. Ai është ekstrem, i nxehtë, i fortë, kërkon vëmendje të plotë. Dhe kjo e çrregullon balancën delikate të peshores. Kur një peshore vë ar të rënd në qafë, fillon një luftë e brendshme e padukshme. Nga njëra anë, Venusi i saj do shkëlqimin, nga ana tjetër, energjia e fortë e diellit që përfaqësohet nga Ari e bën atë të ndihet e mbingarkuar, e pabalancuar. Rezultati? Vendime të vështira, marrëdhënie që lëkundin, ankth social dhe një ndjenje e përhershme që diçka nuk është në rregull. Shumë peshore që mbajnë ar masiv përjetojnë probleme me veshkat, sepse peshorja sundon veshkat, tension në qafë dhe shpatulla, madje dhe probleme me peshën, sepse trupi tenton të kompensojë pabarazinë energjetike duke ruajtur yndyrë.
Për peshoret, ari I rënd është si të vësh një gur të madh në një peshore delikate, njëra anë fundoset, tjetra ngrihet dhe harmonia zhduket. Alternativa? Argjendi përsëri fiton, I lehtë, reflektues, harmonik. Ose gur si opali, kristali I kuarcit ose akuamarini, që forcojnë Venusin pa e mbingarkuar. Peshorja me argjend bëhet magnet për partner të vërtet, marrëdhënie të bukura dhe sukses në arte e dizajn. Mos u mashtroni nga shkëlqimi. Ari mund të jetë I bukur në dyqan, por për ju, ai është si një dashnor xhelos që nuk ju lë të merrni frym. 3. Virgjëresha, për sosmëria që turbullohet nga zjarri I ardhë. Tani vjen shenja e tokës më e saktë, më analitike, më e pastër. Virgjëresha, sunduar nga Merkuri, zoti I logjikës, shërbimit dhe detajeve. Virgjëresha ore në kaosin. Ajo dëshiron gjithçka në vendin e vet, mendimet e renditura, trupin të pastër, jetën të organizuar. Por ari sjell një lloj kaosi subtil, një val zjarri që përhapet pa rregull, që turbullon mendjen e saj të qartë. Kur virgjëresha vëar të trash, fillon një konflikt I brendshëm mes praktikes dhe epshit. Merkuri I saj don të analizoj, të planifikoj, por energjia diellore e arit e bën impulsive, të irrituar, të kritikuese ndaj vetes dhe të tjerëve. Rezultati? Stres I madh, probleme me tretjen, virgjëresha sundon zorët, palgjumsi nga mendimet që s'ndalen dhe një ndjenjë fajtore që nuk jam mjaft e mirë. Por ka një përjashtim të vogël magjik. Nëse virgjëresha dëshiron me çdo kusht të mbaj ar, le të jetë diçka shumë modeste, shumë e hollë, një pal vath të vegjël ari, një unas e imët asgjë masive. Kjo sasi e vogël mund të sjellë fat në martesë, sepse forcon Jupiterin bashkëshortin, pa e mbingarkuar Merkurin. Rekomandimi kryesor: largohuni nga masat e mëdha. Zgjidhni argjend, ose metale të bardha, ose gur si safiri ose ametisti, që qetësojnë mendjen dhe forcojnë shëndetin. Virgjëresha me argjend kthehet në superherojnë e përditshëm, produktive, e shëndetshme, e dashur. Ari për ju është si një zjarr në pyll të thatë, digjet shpejt dhe lë vetëm hirin e lodhjes. 4. Gaforia, guaska që plas nga pesha e ardhë. Së fundi shenja më shtëpiake, më emocionale, më mbrojtëse, gaforia, sunduar nga hëna, nëna e universit, simboli intuitës, familjes dhe kujtimeve. Gaforia ka një guask të fortë jashtë, por brenda është plotësisht e bullë. Ajo ka nevojë për siguri, për ritëm të ngadaltë, për mbrojtje. Ari me energjinë e tij agresive dhe të shpejt e thyen këtë guask. Kur një gafore shkon me ar të rënd, ndihet sikur dikush po I heq mbrojtjen. Fillojnë sulme paniku, ankth për të ardhmen probleme me stomakun, gaforia sundon stomakun dhe një ndjenjë se majet e jetës I largohen, suksesi profesional, stabiliteti emocional, madje dhe pasuria. Shumë gafore që kanë mbajtur ar për gjatë kohë raportojnë se karriera u ngec, se mundësitë u ikin, se ndihen të bllokuar në vend. Sepse ari djeg hënën e tyre delikate dhe pa hënën e fortë, gaforia humbet busullën. Alternativa perfekte? Argjendi, metali I hënës që forcon intuitën, mbron shtëpinë, sjell paqe familjare. Ose bijuteri vetëm me prarim, lyri arisi për argjendit ose metali tjetër, kështu keni iluzionin e artë pa rrezikun e vërtetë. Gafora me argjend bëhet mbretëresh e intuitës, gjen partnerin e duhur, rrit fëmijët me dashuri, ndërton shtëpi ku askush nuk ndihet I huaj. Përfundimi. Të dashur shikues, ari është I mrekullueshëm, por jo për të gjithë. Nëse jeni peshë, peshore, virgjëresh ose gafore, dëgjoni zërin e universit, hiqni peshën e art nga trupi juaj subtil. Zëvendësojeni me argjendin që qetëson, me platinin që neutralizon, me gurët që harmonizojnë. Universi nuk ju ndëshkon, thjesht ju kujton se çdo forcë ka vendin e vet. Dhe për ju 4 shenjat e ujit dhe tokës delikate, vendi I ark nuk është në qafën tuaj, por në zemrën tuaj, si dritë e brendshme, jo si metal I jashtëm. Nëse ju pëlqeu ky rrëfim kozmik, abonohuni në kanalin tim, lini një like dhe shkruani në koment, cilës shenjë I përkisni dhe çfarë metali I preferoni. Le të ndajmë fshehtësitë bashkë. Faleminderit që ishit këtu dhe mbani mend, ju nuk jeni viktima të yjeve, ju jeni bashkautorët e fatit tuaj.
Deri herën tjetër qofshi të mbrojtur nga drita e vërtetë.